Silvi? Po të pret Fredi. Faleminderit. Shka, mirupafshim. Silvi, po duhet iki me shërbim. Vërtet? Sa do rrish? Po deri të hënën besoj se po. Oh, sa shumë. Alo? Alo, ti Silvia? Po, Silvia. Do të them diçka. Po ti mos u tremb. Fredi ka patur një aksident. Është përplasur me një makinë. Si? Duhet pash e fort. Nuk është e mund. Silvi, alo, mos u tremb. Alo, Alo, po dëgjoj, thuam të vërtetën. Silvi. Dëgjon. Alo, Silvi. Zemre mami. Erdhe Silvi? Çfarë ke? Nuk e di. Nuk e ndjej veten mirë. Këtu gjithçka më lidh me Fredin. Nuk duroj dot më.
Të falenderoj më i bi që qëndrove pranesh për të na lehtësuar dhimbjen. Shtëpinë tonë do ta kesh gjithmonë të hapur, njësoj si kur të ronte Fredi. Nedi, e atë të pëllë njërë nëna o birë. Nëna, po ti mos qesë, unë do vi prapë. Ida, o t'i ke parë gjërobat e mia? I mora për t'i larë, po t'i vish një par të tjera. Prapë nuk hapet? Unë e hangri shpirtin nga derë. Bëj po qënë. Me pëse. Silvi, ne kemi bërë si zakon që në pikun e punëve, si që janë ditët e rrogave, ti përbëllojmë bashkë. Me lek për besoj se edhe ti do t'isht dakord. Më s'kap se të mos je dakord? Do t'i ndajmë si pas sektorve. Silvi, do t'punosh me sektorin A. A ishe gjë nga llogaria? Jo. Të mijat janë rregull. Prithe mua se kemi rrugun bashkë. Mirdita, Të lutem shok na fal tash se jemi zënë me rrogës. një pyetje kisha, a shefi këtu? Jo, nuk vjen ashtu. Të lutem. Shefi sikur do të vinte sot. Ka dalë përsëri në kemp. Ka më raport gjatë.
A është e vërtet që do të bëj shef? Kush i nxjerr të fjellë? Po veç te kush mund të bëhet tjetër. Me këtë raportëri, shefi të erdhe koha pensionit. Si me thënë të drejtën që kur ka marrë këtu, më shtuku sikur të ke qenë shefi vërtet. Bardha deri këtë më apet. Në pash. Miru pash. Ikim në këto? Çfarë ke si? Po këto para nuk edhe gabimisht. Si ishte mundur? Na e pak përdera. Edhe qamë. E drejt. Janë 2500 më tepër. Të faleminderit si ti. Ja kush do e bërë një gjest të tillë. Të pash më me djalin. Ishin në ndonjë vizitë. Jo, e qave në parkun e lodrave. Kisha nevoj dhe vetë shlodhesh. Po edhe vetë se robët e zeza të laudin si ti. Po qikoja që parë me pëdes. Sot sigur ke fituar diçka tjetër. Se çfarë asu nuk di të them. Unë për vetën time, po të mos vje dhe sot nuk do të shkelja me. Jeta nga njerë të regoj të pa mëshirë që bën të harro shumë gjëra. Nuk duhet flasë shtu, Silvi. E gjithë jeta nuk është një goditje. Jeta është e gjatë. Më mire lëmë të bizet. Mirtita. Që thonë vajzat? Mirë, pasira nuk bëhet, Silvi. Po më në qefin në Jo, vetet. them të vërtetën. O ma, do që dosh një për vërteti? Mos e aprish djalit. Mirë, nëntë. Ma, dua bicikleti, vetë më ka thënë se do ma blesh. Po është i mbyllur dyqani më gjanë, nuk e she? Jo, dua biciklet. Po pse gjithë natën, të dorim? Du dorëm. Ne djeti? Unë e di që ti e trim, jo qera ma. Jo, nuk jam qenë Raman, po mami nuk ma bleu bicikletën. Mirë, hajde hyp të bicikleta ime. Hajde. Opa. Ku do të qoj Gjaxherdi? A do më qëtë gjithë i shpia? Të qoj? Po të deti. Po pse çfarë do bësh tek detit? Do atë ndëtojnë kështjel të madhe mërë. Mirë, të qoj një herë tjetër. I po pësaro? Jo, nuk harroj. Kur takohemi herë tjetër, edhe po të harroj unë më kujton ti apo jo. Mirë, mirë. Prita po të pak syll. Ta po të apo jo?
Çfarë ke? Perda kemi në fletë borderoni? Shikon tavolinë e shefit. Shikon sekretaren e parë. Këtu? Këtë borderon e kisha mbushur unë. Edhe për mbledhsen e kisha hedhur në një fletë tjetër. Provoj në të kuadron shumë a i likve me fletët e borderove për mbledhse. Do ta ketë rihedhur Ardi. Po përse të rije dhe një pasur për mbledhse të borderove që kam mbyllur dhe fermosur unë? Po ikën? Kam garat e kontrollit. Sot më vjen pak i lodhë. Vite mirë. Vite mirë. Ç'kemi këtej? Silvi u shqetësua sot. Pse? Gjeti këtë pasur për mbledhsen borderon që kishte mbyllur vetë. Dhe çfarë thot? Unë revoltua. Ashtu, ë? Çudi? Unë e dija Silvin pa gjek. Shekës. Kujdes, rafshimi kujdes. Po. Po. Qëlla. Mirë, mirë. Vazhdo. Ha, Silvi. Pak më djathas. Kujdes, rafshimi kujdes. Po. Silvi? Sa ka prapuar, më ngri shpirtin e bolla. Mëngjes. 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 Mos kërkon këtë? Po, këtë po kërkoj. Po, përse të duhesh? Më duhesh për të thënë se këtu nuk ka qenë kjo pasur për mbledhse, po një tjetër që e kam shkruar unë. Kjo është e vërtet. Këtë pasur për mbledhse e kam shkruar unë. Me çdo drejtë. Kjo është një pyetje logjike që unë do t'i përgjigjem patjetër. Po më parë duhet të di, e ke verifikuar këtë pasur në borderot? Jo. Po mirë, atëherë ta verifikojmë bashkë. Bardhatim me borderon, Silvi të spëndoj. Ç'kuptim ka kjo? Sigurisht që e ka një kuptim. Ndryshe nuk do ta thoja.
356, 315, 420, 717, 573, 635, 840 është? Ashtë. 716, 1.750.000, shumë e përgjithshme. Në rregull. Do me thënë korespondojnë. E ç'do të thuash me këtë? Me këtë duhet të them që këtu nuk ka shkelje. Po nuk e thash këtë. Unë dua të di pse u hoqi nga borderot për mbledhje që kisha shkruar unë. Dhe unë të thash se do të përgjigjem. Po të kishe treguar pak më shumë kujdes, do ta gjej edhe pasqyrën tënde. Të cilën unë e hoqa sepse kur ke shkruar, me siguri ke qenë duke ngrënë. Shikoj vetë. Kjo pasqyrë do të archivohet. Prandaj rishkrova. Herë tjetër ke kujdes. Të mos i fyesh njerëzit kur nuk e meritojnë. Mirë ta bëri. Vete kërkove. Ai ka bërë luftë që ti të vish këtu. E di sa kandidatura ka patur për këtë vend? Me siguri që nuk e di. Po ta di e do ta kuptoj se s'ka folur shumë pak. O çuni mbaj pak derën. Faleminderit. Bileta ty duhet. Më falni, po nuk kam bilet. S'ka gjë, kam unë një bilet. Luli, Silvi si e? si e? Mirë. Sa pas ke ndryshuar nuk njoh E fare. po bën kaq vite po parë. Kaloni përpara, lutem. Po. E di që më shte marrë malli. E di se nuk e di. Nga e di. Po edhe mua më kish marrë malli. Me siguri që tani nuk më mban më i natë, apo jo? Në fillim të mbaja ca, po tani. Po ti ç'bën kujdes sistemor? Në flotën tregtare me anjen partizane. Mirë, Mirë. U liruan dy vende, ulemi aty. ulemi. Po ti ç'bën? Ke një fëmijë më duket, djalë apo vajzë ke? Djalë, Ty të ngjan? Fredit më shumë. A di sa të Fredin vetëm një herë e kam parë. Më erdhi të pëlqisa se e pash me ty. Nuk e ke ide se sa i natë e mora. Ka shpejt u fyve? Po pse ka shumë edhe provon? Një fjalë thash për Fredin, po të nuk ja thash atij, ty ta thash. Ti mos ja thuaj Fredit. Luli. Fredi nuk është më. Nuk është më. Ç'thua? Bësh bëra. Kjo puna e marinarit ka të mirat e veta, po ka edhe një të keqe të madhe që nuk njihesh dot me hallet edhe gëzimet e njerëzve. Mirupafshim. Mirupafshim. Mami, shiko që ka mu? Po kush ta bleu këtë morbi? Bleu gjyshi. Pas ka marrë prap gjyshi si për vete? Aha, blem edhe mollë për ty që ti ikësh nesër në daj. Dani mami. Mami, mos haro për plakun prej dy bore. Jo, nuk haro. Hajde spejtas. Ngrita, Silvi. Frida, ngrita, filjanë, sa e do të them? Ingrita, mama, vetëm ti nësë mërzi. Kush pas ka qenë sot këtu? Tezja. Po ule e hanjër. Si ishte tezja, mama? Mirë ishte, mirë. Silvi, erdhi për ty. Për mua? Më tha se të kishte takuar një ditë. Po e kam takuar. Donte të hapte një bisedë. Ti në një farë mënyre duhet ta dish. Është një rast për fejesë. Që ajo e ka komshi. Ajo më tha se ti e një prej kohësh. Po ti çfarë i the? Unë i thash se ti them Silvit. Mua nuk më duket rasti keq. Aq më tepër që ti e njeh. Po kjo varet nga ty.
Sigurisht që varet nga unë. Se po të vare nga tezja dhe nga ty, çdo rast që do të paraqitej nuk do të duke I keq. Po të kujtoni ju se jam unë një plaç që mbetan mes tudhës edhe duhet shitem patjetër? Po nuk e kuptoni se jam njeri edhe më dhëm këtu nga humbja që psova. Nëse unë jam rënduar tezës, ty, apo kujdo tjetër, më mirë ma thoni edhe mos më bëni lotra tjera. Është ajo, mama, është se të ravu nënën. Silvi! Silvi! Oh, Luli, Po ti që pas ke kështu? më falë se nuk të dëgjova. Jam e mërzitur. Jam grindur me ata shtëpisë. Po sa herë që shqetësohem, marr bicikletën edhe dal kështu bregut detit. Jam shumë nervoze, nuk duroj dot me asgjë. Pse qesh? Jo, kot. Këto shëtitje vërtet më qetësojnë. Baba I ma di këtë zakon. Tani më mësove dhe ti. Qenë ka motiv për një vjersh. Po ti ç'bën? Ke shkruar më vjershe? Pak. Nga njerë më të radhë. Me sa duket ishte pasion rinie. Botova edhe një libër. Vërtet? Me siguri nuk e ke lexuar. Jo. S'prish ndaj punë. Kritika ma dërmoi fare. Vetëm një vjersh më ka pëlqyer. E di kur e kam shkruar? Pas zënkës në tren. A ditë që ktheheshim nga Tirana për Durrës, kur ti përpiqeshe të mbushje mendje se ne nuk ishim veç se shoh. Edhe nuk arrije ta kuptoje që tamam këtu që ndronte e keqja. Ti kujtoje se ato ishin takime të rastit, edhe as që mendoje se sa korri e unë duke të pritur. Se vërtet I rije gjithë atë kohë duke më pritur. Nuk e dija këtë gjë, prandaj nuk më kujtohet. Kurse mua më kujtohet me detaje. Oh, Luli, aty është një librari. Kthehemi shohim mos ka mbetur ndonjë kopje e librit tëm. Mirë. Tunja tita. Tunja tita. Atë librin me poezi të lutem. Këtë? Po. Atë poezinë e ke në faqen 27. Po mirë, në një autograf nuk po më lë? Është autografi I parë që lëshoj si shkrimtar. Edhe megjithëse shkrimtar I madh, I mirëpres vretjet. Po të besoj nuk vjen keq të të them që tani se poezia në faqen 27 do të më pëlqej më shumë. Jo. Mirupafsh. 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 Diçka mes nesh mbeti pa u thënë. Pse ndodhi kështu nuk e di. Ndoshta që unë kur të kthej kokën prapa, të kujtoj se befas do të shfaqesh ti. Silvi, eja që këmë derë sektorin e tretë, lajmërojmë se të shumë do shkëm diskursion dajtë. Jam e zënë nuk vitat. Po ka që interesant që nga kjo libër që të ka rëmbyrë kështu? Pak. Mirupafshim. Mirupafshim. Hajde, Lungo. Ku e ke llogarinë e sektorit 6? Kam haruar ti kuadroj. Më fal? Pse merresh me leximin e veprash pa vlerë? Kujtova se po lexoja një libër më interesant, prandaj nuk të ndërhyra çfarë. Këtu dhe të duash të lexosh nuk e se çfarë lexon. Më fal. Unë zitova kur fola. Nuk e dija se kishte diçka shpirtërore në të mes.
Ndoshta edhe unë po të kishe një libër me një kushtim të tillë, nuk do ta vija re nivelin e tij. Vetëm ke kujdes se mos nga nxitimi shkruan ndonjë varg. Pse më thua këtë? Kota thash. Njeriu t'i pëlqen ndonjëherë të thotë edhe gjëra kot. Unë nuk di të shkruaj vargje. Po nëse ke fjalën për Lulin, gabosh. Ç'punë kam unë me Lulin? Nuk e di. Ashtu siç nuk e di pse po sillesh me mua në këtë mënyrë. Nuk e kuptoj pse sillemi kështu me njëri tjetrin. Nganjëherë më dukesh shumë e afërt, pastaj nuk e di pse më largohesh. Kurse unë mendoj të kundërtën. Atëherë që jemi shqetësuar të dy për të njëjtin gjë. Interesant. Dy njerëz që shqetësohen, do mendojnë të njëjtin gjë për njëri tjetrin. Mami, Akoma nuk e fitur ti? mami, ku e ke Cordelien? Ne di. Unë jam një mami e keqe. Jo, ti e mami e mirë, ti e mami më e mira në botë. Jo, unë jam një mami e keqe. Përse je e keqe ti, ma? Sepse unë bëj Cordele. O, s'ka gjë, kështu dukesh më e bukur. Hajde të flesh. Mirtita. Erdita. Si ke punën më nën? Kam një hall, më i bi. Po bëj dokumentat për të dalë në pension. Këtu kam një 3 vjet kohë pune dhe rrogën e kam pasur më të mirë se në kantierin tetar. Desha një vërtetim që t'ja urqoj atyre të kantierit se më del pensioni më i plot. Në brigadën e 7 kam qenë. Në çfarë vitesh ke punuar këtu? Po, kam punuar Kam filluar punën në mars të 79-sve dhe jam shkëputur në shtator të 81-shit. Silvi, më urdhëroi drejtori që nesër të shkojmë në Tiranë për ato ngapreset në atë të agroeksportit. Po ka ardhur kjo nëna edhe kërkon një vërtetim për vitet që ka punuar këtu se do dalin në pension. Të lutem nën, do të vish një ditë tjetër se sot kemi ca llogari tjera dhe nuk kemi kohë.
Vetëm puna e shtetit të bëhet Mordir, pa vi unë prap. Mirupafshim bi. Mirë nojnë. Ditën e mirë. Ditën e mirë. U vonova pak. E more dosjen? E mora. Mbaj. Kujdes. Treni për Tiranë gati për nisje. Sa të le bicikletën, shiko mos në gjeni i vënd, ke ky vagoni këtu. Ma jep mua çanta. I lirë është ky vend? Po pres. Po ku e ke më shoqe? Ne po arrim në sukë. Unë po ulem herë. Po erdhi ngrihem prapë. S'm pas ke gjetur vend? Po rrini s'ke gjetur, pse? Jo, po shkoj. Faleminderit. Për pak deshu nga trova me një Katolinë. Cili, nuk e mirë? Dhe mba koka. Pa të kthejmë informaci të marrësh në spikin. Jo, s'është nevoja, do m'kaloj. Ishe i shqetësuar kur po vënosha në vagonin e mallrave. Sepse nuk arrita të them që në çantë kam një shumë të madhe parash. Do të blej një shtëpi. Do shta e ke para, është një tip vila afërkalas me grila gjithë jetë mbyllëve. I zoti i shtëpisë nuk ka djalë, edhe jeton tek vajza këtu në Tiranë. Kur ta marr do t'i bëj ca adaptime. Kam folur edhe me një shok arkitekt. Po sa lek do ta blesh? Shtendesh një qik, Silvi, po ama ja vlen. A ke një hera për gjithmonë. Pas ke kursyer shumë. Shkursime, Silvi. Kam një trashëgimi nga gjyshi i mërguar. Nuk ka rënë ndonjëherë biseda për këtë. Bile që të mos harroj, më prit një minutë sa të shkoj deri në bankë. Kam çekun e trashëgimisë. Mirë, po ma kanë sjellë në adresë të bankës kombëtare. Duan bërë ca veprime që të mi depozitojnë parat në Durrës. Nuk vonohem, besoj. Përzitesh? Ja. Më pëlqeve për mënyrën e mbrojtjes. I rrep ti. Po pse me parat e shtetit do bëhemi butën? Mbledhin 2-3 firma njerëzit dhe thonë hajtë se mban shteti. Na plasë shpirtin. Kemi 3 muaj që s'po merrem me vesh. Do ikni sonte? Po, me trenin e fundit. Të vjen ke sikur ta lëm për një herë tjetër. Si të duash, por unë kam ditëlindjen sot. Enigmatike. Nuk jam enigmatik, po doja të të bëja një të papritër.
Ti pa dyshim e ke ndjerë. Prandaj nuk mund ta mbaj më të fshehur tek vetja. Unë desha që ti të vije tek ne. Ndoshta kjo erdhi nga që unë duke dëgjuar për jetën tënde. Duke dëgjuar vazhdimisht babain tënd të fliste për ty. Unë fillova që të jetoj me ty. Silvi, unë diçka ndjej për ty. Jo diçka ndjej, po unë të dua, Silvi. Nuk e kisha menduar se do të doja kështu. Por pavarësisht nga kjo, nuk do të pranoja kur të detyroja të ngrihesh mbi dëshirat e tua. Unë këtë e kam kuptuar prej kohësh. Po ti duhet ta kuptosh se unë jam një njuth kryq. Unë luftoj çdo ditë me ndjenjat e dëshirat e mia që ato të mos ngrenë biologjikën. Për 7 minuta nisi treni, duhet ngrihemi shpejt. Gëzuar. Gëzuar. Merr biçikletën se paguaj. Po. Kamarer. Erdha. 2 biftek, 3 birra, 376. Tha 400. S'ka gjë, mirupafsh. Faleminderit, mirëardhës. Hyp mbrapa që të mos vonohemi. Unë e kisha fajin. Nuk e kishe fajin ti. Të lutem mos u përpish në justifikosh. Unë kam detyrime të tjera në jetë, nuk duhet lajtis kështu si një fëmijë. Të lutem, Silvi, mos fol mërsire. Hajde kthehemi tek shoku im. E ka shpinë këtu afër. Në asnjë mënyrë. Mirë atëre. Shkojmë në hotel. Ikim tani se nuk erdhi mami. Ishi, po pse nuk erdhi mami? Po nuk do ketë marruar puna akoma të keqen gjyshi. Po ajo më thënë se do vinë dhe zonde. Hajde presim dhe të rinë tjetër. Po nuk ka tren tjetër. Të martuar jeni? Jo, kemi ardhur me shërbim. Kam vetëm një dhomë teke, 214. Edhe 205 për ju. Kam një bicikletë, ku mund të le? Këtu pas hotelit është një vend. Faleminderit, ju lutem. Silvi, shko.
Silvi. Silvi. Përse nuk e hapet derën? Apo po flije? Jo, nuk po flija. Atëherë deshet më thyesh. Çka këtu për të fyer? Si s'ka këtu gjë për të thyer? Nuk është thyese kur dikush tërket në derë dhe atë nuk e hapin duke menduar se ai që vjen kërkon të përfitojë nga vetmia e femrës. Ardi, pse flet kështu? Unë erdha të të them se treni i parë niset në 6:05 minuta. Asnjë më tepër. Natë mirë. Bardha, ma mba pak dosjen sa takoj baba. Po si, po të pres në zyrë. Baba! O baba! Nuk më dëgjove kur të thira? Kur të zënë hallet të ndojnë dhe të lënë dhe veshët me bi. Veshët dhe sytë bashkë. Ku ishe mërëm? Kishim punë, baba. Po ti e di që djali nuk ka fjetur gjithë natën duke të pritur ty? Po ashtu ndodhi, baba. Si qenë ka kjo kështu ndodhi? Ta kishe bërë Frida do të dija si të sillesh. Po ti nuk je me e vogël. Kur të mora në shtëpi unë mundova të largoja dhimbjen. Doja që të jetoje si gjithë njerëzit. Unë nuk duaj të t'jesh murgesh. Por jo ama që të mos kesh detyrime ndaj askujt. Ti vërtet mendon kështu, baba? Ka njeri tjetër për të folur? Mele? Unë mendoj se Ardi është shuar për disiplinë dhe për përgatitjen e tij profesionale. Nuk desha të përsëris shokët para folës, por mendoj se Ardi ka bërë shumë mirë dhe punën e shefit, i cili për një kohë të gjatë, siç e dini, ka qenë dhe i smur. Kaq kisha. Keni ndonjë vërejtje? Ti Silvi, kishe ndonjë gjë? Jo. Kam unë një vërejtje. Nuk gjen dot nuse. Shikoj se s'kuq Silvi. Atëherë mbyllim. Urina, Ardi. Urina. Faleminderit. Faleminderit. Ardi, urina.
Erdhe prap më një? Erdha më i bjena nësë. Si e mirë? Faleminderit. Po shefi akoma nuk në ka ardhur se është i smur. Ai që zëvendëson sot ka filluar punën fizike? Po mos u mërzit se po ndihmoj jo. Faleminderit më i bjena. Hajde u lukt. Kur të marrë pensionin e parë, do të sjell një past. Si të quajnë? Nadire Zani, 79-81. Mos kam ndonjë 15 ditë mangut? E di si është puna më nën? Puno. Hajde njerë nesër se sot nuk mbarojmë dot punë. Mirë, më i bi. Kur të thua shti vjenën. Ditën e mirë, bjenëmës. Ditën e mirë. Baba! Mirë bashkë. Po ti pse nuk e shkuar akoma në shtëpi? Kam konstatuar në dokumentat e borderove diçka që nuk shkon, por nuk di çe motiv. Ngadal. Mos u nxit. Si është puna? Po si të të them, baba? Unë vetëm sondazhe kam bërë, po. Aty këtu ka gjëra dyshimta, ja për shembull. Shumë e borderove nuk korrespondon me shumën e regjistrit themeltar. Mos u nxitot në nxjerrësh konkluzione shpejtuara, se mund gabosh. Konsultoj njërë me Ardi, se ai ka më tepër eksperiencë. Miru pashim. Hyni. Me sa duket po vonohet Silvi. Kisha një porosi për t'i lënë. Mund ma lini dhe mua. Mund t'ja thosh edhe juve, po i kam shkruar diçka këtu në letër. Mirë, mos ki merak. Faleminderit. Miru pafshi. Ditën e mirë. Zdo t'i ketë shkruaj Silvit këj. Po ty që të duhet? Ti e di që jam pa kurioze unë? I shkreti marinar. Ardi! Po ti? Erdha të të marë. Pse? Kam konstatuar diçka shumë shqetësuese në dokumentat e borderove të disa viteve të kaluar. E uli me t'i kupim i kafe pasaj bisedojmë. Po lëri kafen së është e rëndësishme kjo që po të them. Hajde. Tani më sjero më mirë. Ti dyshon? Po sigurisht që dyshoj, prandaj dhe erdha të të marë. Po më çudit Silje. Po mirë, nuk e kupton që ato dokumenta dhe bordero që janë aty kanë kaluar nëpërmjet televizorëve? Ç'do të thuash me këtë? Do të them se po të nxitohesh prap, mund të fyej shumë njerëz. Unë nuk dua të fyej njeri. Po mirë, ty nuk të shqetëson dyshimin? Do të qetësohesh apo të provoja diçka. Por ky është vetëm dyshim. Po më prandaj erdha të të marrë që të më shuash këtë dyshim. Ku do t'jesh masdite? Poligon. Mirë. Do vi të marr atje. Mirë. Miru pafshi. Miru pafshi.
Më kërkoj njeri mua? Jo. Natë në mirë. Natë në mirë. Nedi? Mirupafshim. Hopa. Tani do të vesh i mami dhe do shkëm të punë e mamit. Mirë? Mirë. Thuaj mirupafshim? Mirupafshim. Me mbrëma. Mbrëma. Nedi hajde me mami. E unë dojë që për babor. S'ka gjë, se rri me mua. Faleminderit. Ka njëri sipër? Është Ardi. Ka kohë që ka ardhur? Po, ka në një orë. Hajde me gjashtë. Ardi, ç'ke? Unë edhe këtu për të quar dyshimin, por në fakt që nga e vërtetë, Silvia. Dhe me bukur se gjithë kjo ka ndodhur në nënën tonë. Shiva pak lutem sa thotë e shifrës, as syt nuk më shojnë me. 100.000. Ardi, s'bën kështu. Po pra më thuaj ti çfarë bëj? Dëm shumë kohë, Vasili, ke aspirin? Jo. Nuk di çemër t'i vë kësaj. Ligji ka të them çemër t'i vë. Ky falsifikim ka vetëm një emër. Vjedhi. Unë ndiva që mbrëm, por nuk guxova t'ja thosha vetes. Po si thua ti, kush ta ketë bërë këtë? Ma thuaj ti kush? Nuk e di, po. Por nuk besoj ti të vështirë për t'u gjendur. Sigurisht nuk do t'jetë e vështirë nëse ne do ta ngrimë serin. Po pse ti mendon se ne duhet heshtim? Unë kam parë shumë njerëz që heshtin. Bile mund të kemë heshtur edhe vetë kur dikush ka bërë ndonjë gjest rrugaçërie. Ndonjë ndërhyrje pa drejt për dikë, kur përfitohet nga miqësitë. Po të heshtim dhe tani kur bëhet fjalë për një shumë kaq të madhe? Po pse duhet heshtim? Sigur se. Ti nuk e kupton përse duhet heshtim? Ti mund mos heshi, Silvi, kjo është e drejta jote. Unë nuk duhet ta mbroj atë që ka vjedhur. Por duke shpallur këtë vjedhje, pasojat me siguri do të bien edhe mbi mua. Kupton? Edhe mbi ty. Natyrisht mbi ty, nëse ti vërtet ke ndjerë diçka për mua. Nëse nuk e ndjerë, atëherë ndryshon puna. Ardi, pse ngre dyshime të tilla? Nuk dua të ngre dyshime, Silvi. Po kur era që parë këtu, gjeta këtë shënim për ty. Silvi, erdha dhe nuk të gjeta. Të pres nesër në parkun sportiv. Luli. Por çka këtu për të shqetësuar? Lulën i kam pasur shok që në shkollë. Nuk e di, Silvi, por unë dua të të pyes edhe një herë. A ke ndjerë gjë për mua? Ardi. O mami! O ma! E mos pi. Po nuk hapet, Moxha, nuk hapet. Mami! Po ja prit, se do të hapi mami tani, mos u mos. Mami, hapë! Vete. Hajde ke qesi. Qa që që kishë? Ha? Pse qanë? Qërë ma bërgjërën?
Atëherë me çash. Mirë se erdhët. Mirë se vjeta. Mirë se vjeta. Unë ndoshta mund të vija edhe më përpara. Mirë për kur njeriu mendon për diçka të rëndësishme në jetë, si thuash, nuk e ka të lehtë që të vendos me njëherë. Nëse nuk do të keni një kundërshtim, unë do të kisha dëshirë që të martohesha me Silvin. Sigurisht që këtë përgjigje nuk është e nevojshme që të më hepni sonte. Unë mund të kisha sjellë edhe dikë tjetër, mirë po më duk me arsyeshme, prandaj erdha vetë. Mirë bëra. Ti e di. Unë Silvin e kam patur plagë në zemër. Po, nëse ti dhe Silvi e keni vendosur, ose do të vendosni, ne nuk kemi ndonjë kundërshtim me djalë. Apo jo, Silvi? Silvi? Lera. Ti e kupton vetë se ç'do tani me ta. Mami, përse ka ardhur Xhaxhia Arti? Përse? Mirdita, Ardi ndesha pak aty është? Ardi erdhi në mëngjes. Dhe pas ndije mirë dhe iku në shtëpi. Faleminderit. Hajde si. Hajde, bëre mirë tjerë. Po lyeni, e? Po prisje të bëja gjion të vinte të pati nëntë mirë, po se që kishte dalë një punë. Është sare mujë, po besoj se nuk të mërzitesh. I la dhe me maje vetëm. Sa mori vesh që nuk do të vinte bëja gjiu, shkoj tek motra. Ta dje se do të vije ti, nuk do ta lihet shkëmbe. Këto tjetë, ku do më janë si. A pëlqen kjo Xhaku? Është gjë e veçantë, nuk e gjen në apartamentet e zakonshme. Pa dhe mobilimin të veçantë e këton. Ta bisedoj me parë se ti ke edhe shijeve. Hajde ullu. Të kërkova dhe në punën të ti. I ka shpejt Silvi se nuk më ndjesha mirë. Kam një dhimbje koke të vazhdueshme. Ti si i ke mbrëm ashtu? Po ti krijon ca gjendje të çuditshme dhe unë nuk dija si të veproj. Çfarë pjede? Megjithse nuk di se ku i kam vënë se këtu është kaq rrëmuj sa bëhesh me dhimbje koke si ti. Lëre pijen. Prisje gjitha si ti. Po lëre pijen se në 5 të ngarën. Pesë më qëlloj sot, po do bëj se do bëj do vinë ora 5. S'ka gjë mua, nuk mbetet qefi. Po në zyrë kur të shkojmë? Për zyrën pas ka ardhur? Po mirë nëse kuptoj.
Ne të dy, Silvi, gjithmonë vetëm për punën do flasim. Po pse a mund të mos flasim tani për të? Pse ka që vështirë është kjo? Po si s'qen ka e vështirë. Po është një lloj sikur të shikosh një krim, ta zbulosh edhe të mos flasësh. Silvi, kjo është një punë e thjeshtë. Ato dosje janë varrosur një herë. Askush s'ka për ty rikthyer atyre. Prandaj unë them që ta lëm një herë mirë të problem. Nuk e kuptoj pse ma kërkon një gjë të tillë me kaq ngulm. Po sepse dua një jetë të qetë, Silvi, pa të lashe. Dhe ne të dy e kemi tani një mundësi të tillë. Kupton? Jo vetëm ne të dy, por edhe Nedi. Edhe fëmijët që do të kemi nesër. Sepse ne kemi para, Silvi. Dhe me para mund të zgjidhim çdo problem, sa do i koklavitur qoftë. Natyrisht kjo trashëgimi është. Por edhe po të mos ishte kjo nuk ka asnjë rëndësi, më kupton, Silvi? Po si nuk ka rëndësi? Po një familje me rrogë normale nuk mund të kursente një shumë të tillë. Por ama do ta ndërronte atë, më kupton, Silvi? Ja, shikoj para si. Janë të tua, Silvi. Mere. Po çfarë ke, pse nuk e merr? Nuk të duan? Po asnjëri nuk mund të thotë se ka aq para sa nuk ka më nevojë. Silvi, unë kërkoj një gjë fare të thjeshtë, nga cila ti nuk të mtohesh. Më thuaj çfarë do të mbasish. Ti duhet të tregosh më e gjerë. Unë vetë do ta bëja një gjë të tillë. Do ta bëja jo thjesht për ty, por për hir të dashurisë sonë. Jeta kërkon edhe lëshim, edhe sakrifica. Silvi, këto janë para tona, duhet të më besosh. Janë edhe të tuat, edhe të mijat. Nëse ti nuk më beson, merri mbaj ti. Po përse ti mbaj unë? Këto janë parat e tua, apo jo? Është trashëgimia që të ka ardhur. Çfarë trashëgimie, Silvi? Trashëgimia është vetëm një legjendë. Një legjendë që unë e kam krijuar me aq kujdes, sa që të gjithë e kanë besuar. Çfarë? Ti do të thuash se gjithë këto para. Çfarë ke kështu, Silvi? Si ç'kam? Nuk e kupton ti se ç'kam. Ti bën shaka. Thua që bën shaka. Kjo është e tmerrshme. Është e pabesueshme. Besuar për kosh. Silvi. Jo, nuk e besuar. Pse mbyllë derën? E mbylla që të qetësosh, që të më dëgjosh. Hape. Në shtëpinë time unë nuk pranoj që të më urdhërojnë. Hape derën se ndryshe do bëj skandal. Ky skandal do të rëndoj me ty. Ka ardhur ti në shtëpinë time, nuk kam ardhur në tënden. Dhe do të rëndoj jo një ditë, por gjithë jetën. Dhe mbase do të jetë më e rëndë se një denoncim që mund të më bësh mua. Sepse në sy të gjithëve ti do të jesh diskredituar. Kështu që në një kuptim jemi në kushte të barabarta. Prandaj është më mirë që të merremi vesh bashkë. Kushtet barabarta unë me ty? Jo, Silvi. Rëndësi ka që ti të pranosh një zgjidhje të arsyeshme për jetën. Është një gjë fare e thjeshtë.
vetëm të mos flasësh. Unë pranoj të mbaj bashkë me djalin dhe do të trajtoj atë tamam si fëmijën tim. Të drejtosh tjetër si fëmijën tënd. Të rritet ai si fëmija e njëjtë duti dhe unë mos flas. Po të kujton ti se jam unë. Po të shkujton se unë mund të dëroj të flasësh ti si pas jefit, nuk e kupton që për të pranë? Qofse më tregon ka që gjerë, e bëj këtë për hir të marrëdhënieve tona të deri tanishme. Në të rrugë që po shtyn të ngjarjet, unë di se ç'pasojë do të kem. Por jeta jote të bëhet më e zezë se rrobat që ke mbajtur dikur. Jeta ime nuk ka pse nxjehet duke larguar nga vetja një njoll kështu si ti. Ashtu. Gjë tjetër të kam mbetur pa thënë? Mos u afro. Edhe hape derën. Ja, do të hapet kur të dua unë. Ti mund të tharrasësh dulurish. Por asgjë nuk të vjen dot në ndihmë. Ne mund të dalim që këtej vetëm kur të kemi marrë një përfundim së bashku. Sepse po të hap të derë për të lënë të lirë ty, atëherë i kam hapur valin vetes. Në vërtetë sa të duash. Nëse nuk bie dakord, do të ta marr shpirtin. Marisa. Silvi, për një gjë duhet mesësh. Sa do i keq, qofshin në gjërat e tjera ty të tua. Dhe për ty kjo është më e rëndësishme. Se më detyron të sillem kundër dëshirës sime. Unë nuk e mohoj që ty të tua, por dua dhe vetëm time më parë. Pranoje këtë gjë, Silvi. Kur? Ashtu, a? Nuk e kupton që je e vdekur. Oh! Silvi!